Nga qyteti i Rahovecit, rreth 70 persona do të udhtojnë për të kryer haxhin këtë vit. 70 nga Rahoveci dhe 2 nga diaspora, pa që bën 72. Rahoveci, për dallim nga qytetet e tjera, dallohet me atmosferën që organizohet 1 apo 2 ditë para nisjes së personave apo haxhilerëve për në haxh. Andaj jemi bashkë me stafin e RTI-s për të ndjekur atmosferën e organizimit të përcjelljes së haxhilerëve për në vendin e shenjtë në Çabën e bekuar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illa Allah, wallahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Nderuari kryetari i Këshillit Islamin Rahovec, Shani Efendi Sylka, nderuari doktor Shefshet Efendi Krasniqi, hoxha joni nderuar, të nderuar imam, të nderuar haxhiler, të nderuar ju xhamat dhe ju motra të nderuame, sot kemi një ditë veçantë e cila shënohet fal Allahut Madhreshëm çdo vit në vendin ton, e ajo është përcjellja e njerëzve më të zgjedhur të Rahovecit e që janë haxhiler. Prandaj është nder si për ata, po ashtu është nder edhe për neve që jemi të buar sot këtu që me lutje dhe dua të ndryshme të i përcjellim në vendet e shenjta. Për këtë arsye Këshilli Islamin Rahovec e ka organizuar këtë program me qëllim që ti respektoj ata, po njëjtën kohë ta shënojmë këtë ditë të rëndësishme. Në mesin ton e kemi edhe Hafez Daud Lezin, i cili do të na lexojë edhe Kur'an, po edhe disa ilahi do të na freskojë me zërin e tij të bukur. Tani pa humbur kohë, e ftoj kryetarin e Këshillit Islamin Rahovec, Shani Efendi Sylka, që ta mbaj fjalën e rastit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa sahbihi ecmain, amma ba'd. Nuk ka dyshim se falënderimet i takojnë Allahut Madhërisëm që na të bojë në këtë vend të bekum, të veçantë në shtëpinë e tij, me niyet për të bërë dua që inshallah të shkojmë në shtëpi edhe më të madhe edhe më të bekuar në Çabën e tij. Paqja dhe bekimi i tij qofshin për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi, familjen e tij, shokët e tij dhe për çdo ata që pason rrugën e tyre deri në ditën e fundit. I nderuar profesor doktor Shefshet Krasniqi, i nderuar Hafez Daud Lezi, të nderuar efendiler këtu prezant që jeni, ju haxhiler që si vjetë keni bërë një jetë me kry këtë obligim prej shtydhave të fesë islame, të nderuar vëllezër dhe motra, ju dëshiroj misarje në këtë tubimin ton madhështor të veçantë dhe në emër të Këshillit Bashkisë Islame të gjithëve ju përshëndesi me assalamu alaikum wa rahmatullah. Nuk ka dyshim se neve shpesh përsërisim se si Bashkia Islame, në veçantisht i Këshillit Bashkisë Islame në Rahovec, është një nder i veçantë që një kohë gjatë, tashmë një kohë gjatë, gati që një vit, jemi marrë me rregullimin e çështjeve të haxhive. Kam bindjen e fortë, gjithë ne që jemi administratë aty dhe efendiler që jenë përfshatër, që kanë kontakte me xhamatet e tyre, që çdo fjalë, çdo diskutim, çdo angazhim që e kemi bërë në lidhje për këtë çështje, padyshim është prej veprave tona të mira që janë shënuar te i madhe Allah. Prandaj për neve kjo është privilegj, është nder. Na kemi të lashe shumë të edhe bollshme. E kjo është ajo pjesë e këndshme, e kënaqshme, e papërshkrueshme, që e bëjmë gjatë vitit me haxhiler, me kontakte tyne që me kry përgatitjen sa të mbëllir për hax. Gjithashtu jemi nderuar që si vjet
kemi numrin e rekord të haxhive. Asnjëherë nuk kemi pas 70 haxhi. Si vjet kemi 70 plus 2 që shkojnë për Zvicër, 72 haxhi që janë në grupin haxhive të Ravecit. Prandaj, edhe kjo është një mishë shumë e madhe për neve si besimtar komunës Ravecit, që jep shenjë që feja është e gjallë këtu, që feja është duke forcu. Elhamdulillah, Allahun e lutim që kjo në vazhdimsi të rritet dhe të forcohet edhe më shumë. Momente këti dhe pa dyshim për mu veçanti shpesh, për arsyet viteve ma, për shkojmë ka pleqnije dhe na shpesh kur flasim në kapin emocione. Mirë po, këtu ma shumë janë emocione jo pleqëris, po janë emocione knaqësis, të cilët i din dhe i ndin veç ata që kanë qenë qabe. Ata e din çka është me shku në qabe. E juve që jeni bogat, inshallah, për herë parë që përshkoni, unë ju kisha porosit një sandwich. Hoxha profesori ka me në bajtë këshidh, është e veçantë, unë ju porosit dishka. Ju, për komunën tonë, jeni përfaqësues atje. Keni kujdes që sillen atje. Keni kujdes që ka bëni atje. Mos pari në atë vendin e shejt, të Allahu jeni përfaqësuesit tanë. Prandaj një vend që nuk ka një haxhi, vaj për atë vend. Një fshat që nuk ka një haxhi, vaj për atë fshat. Një komunë që nuk ka një haxhi, vaj për atë komunë. E ne, elhamdulillah, kemi. E tash faza tjetër është, çfarë haxhi do të kemi. Ju bëj apel, ju lusi, që të keni kujdes, me angazhimin tuaj, me sjelljet tuaja, pikë pari për vete, me fitu atë që ka i madhe Zot na premton me haxhallokun dhe me kryerjen e gjitha obligimeve tjera. Edhe njëherë, kresin së fund, orari i shkurjes nuk ka ndryshuar. Domethënë, shtunën mramje, prej orës 10:30 deri 11 te balestra sportive na presin 2 autobusa. Nuk ka nevojë me kera me automjete me shku në aeroport, aty gjithë haxhit do t'jemi, nisemi për në aeroport, diku ka rreth ora 3 mesnate, di dhe në bien, do të bëhet inshallah udhëtimi. Allahun e lutim që të na lejoj udhëtimin neve gjithëve, atyre që kanë qenë, inshallah me këtë dua, Allahu bën nasib që vitin tjetër, apo pas këtij viti, me shku edhe ta me bahaq. Allah i shpërbleft, veselamu alaikum. Ndrojmë hoxhën tonë të nderuar për fjalën e rastit dhe këshillat që na i dha. Siç ju paralajmërova edhe më herët, në mesin tonë është edhe njëri prej hafizlerëve më të njohur të Republikës së Kosovës, hoxha jonë i nderuar nga Prizreni, Hafiz Daud Lezi, i cili do të na freskoj me zërin e tij, me ilahit që ai ka para pa me i interpretua. Mal në zemër që më deloti, kam mal në zemër që më deloti, qoh ftyrën tënde nuk pa ta fatin, qoh ftyrën tënde nuk pa ta fatin. E të besoja kur të mohuan, e të besoja kur të mohuan, t'isha në mbrojtje kur të sulmuan, t'isha në mbrojtje kur të sulmuan. Allahumma salli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Si ta kthej kohën me ty t'jetoja,
si ta kthej kohën me ty t'jetoja, vetëm një herë fort unë të përqafoja, vetëm një herë fort unë të përqafoja, të isha trungu që ke lëmuar, të isha trungu që ke lëmuar, që shumë ka parë e shumë ka dëgjuar, që shumë ka parë e shumë ka dëgjuar. Të gjithë së bashku, Allahumme salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumme salli على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. Sa herë që emrin unë ta dëgjoj, sa herë që emrin unë ta dëgjoj, shumë përshëndetje për ty dërgoj, shumë përshëndetje për ty dërgoj, pas rrugës tënde gjithnjë do të shkoj, pas rrugës tënde gjithnjë do të shkoj, derisa Zoti let na bashkoj, derisa Zoti let na bashkoj. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. السلام عليك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Medinen vizitoj, Muhammedi ku jetoj, Medinen vizitoj, Muhammedi ku jetoj. Ta shoh vendin jet ku ndroj, salavate, salavate ti dërgoj. Ta shoh vendin jet ku ndroj, salavate, salavate ti dërgoj. Të flijojm kurban për Allah, në Rafat të bëjm dua.
merve të vrapojmë ujin zemzem, ujin zemzem ta shijojmë. Në Safa merve të vrapojmë ujin zemzem, ujin zemzem ta shijojmë. Edhe në këtë vit unë sun shkova, por të tjerët i përcolla. Edhe në këtë vit unë sun shkova, por të tjerët i përcolla. O haqim qoni selam, se për qavën, se për qavën zemram qan. O haqim qoni selam, se për qavën, se për qavën, zemram qan. Është viti i tretë radhazi që për nder të haxhilerëve kohën shumë të çmuar të tij po e ndon hoxha i nderuar doktor Sheqet Krasniqi dhe me gjithë kënaqësi po merr pjesë në këtë përsjellje të haxhive. Prandaj edhe këtë vit na ka nderu e që shpresojmë që kjo do të jetë tradita që çdo vit të vazhdoj kështu. Dhe tani e ftojmë atë që të na drejtohet me këshillat cilat ai i shet arsyeshme. Urno hoxhi i nderuar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Haxhallar të nderuar, kryetar i nderuar, kryeimam, koleg, haxhiler të nderuar, vëllezër dhe motra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qetëseku kryeimami, jemi mbledhur sot në këtë shtëpi, për shtëpiave të Allahut, për më një rast shumë të veçantë. Me një rast të veçantë, për të përcjellur njerëzit e veçantë në një rrugë të veçantë, në një vend shumë të veçantë. Vetë emri haxh është shumë i madh. Shumë i madh. Mjafton që i madhi Zot e ka bërë shtyllë prej shtyllave të Islamit. I madhi Allah këtë haxh e ka veçuar, e ka përzgjedhur, ku muslimanit ja ka obliguar, ja ka kushtëzuar që së paku një herë në jetë të shkoj në atë vend të bekuar. Ne e falëm dreken, a shpenzuam para? Jo, shpenzuam pak mund. Atje e kemi dhanë apo japëm zeqatin. Nuk lodhemi fizikisht, por shpenzohemi materialisht. E që është ibadet me para,
Namazi ibadet me trup. E haxhi ibadet edhe me para, me rrezik që ta ka thënë Zoti, po edhe me trup tonin. Pra me krejt që ka posedon, edhe me ndjenje, edhe me emocione, me krejt që ka posedon robi Allahut, i drejtohet ati vendit të bekuar. Andaj haxhi është shumë i veçantë dhe po të nalet të robi veç i të pik me studiu mërkohë gjatë. Mjafton që haxhin Allahu e ka lidhur jo vetëm me zbritjen e Koranit, e që është legislacioni jonë, shariati jonë, ligji jonë, por e ka lidhur edhe me Ibrahimin alayhi salam. Zaten aty fillan, ku Allahu i tha Ibrahimit alayhi salam, o Ibrahim, pas e ndërtej shtëpinë e Zotit, la ilaha illallah. Burri më i madh i dunjas në atë zaman dhe në të gjitha zamanet, derisa erdhi në sternipi tina, e që është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allah e ngriti pak më lart. Përndryshe, më i dashur i Zotit, Khalilur Rahman, e përzgjedhi Allahu atë me ndërtu shtëpinë më të dashur të Allahut, madje shtëpinë e parë. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata. Shtëpinë e parë, xhaminë e parë. Tash mas 5.000 viteve parafërsisht, të përzgjedh ty Allahu prej rahavecit, e pe fshatrave, e pe maleve, e pe lugave, që deri djemi ka në përlëqen balt e me therra. Kush e ka njoft rahavecin, ose ka tonë rahavecin, ose mu e ty, si njerëz. Por në njeh Allahu. E kur Allahu urdhëroi Ibrahimin me i thirr njerëzit për haxh, dil tha thirrë për haxh. Tha, o Zot, se shpinë ke marru, tash me bë tavaf, me vizitu këtë shtëpi, ziaret me bë. O Zot, kanë me thirr. S'ka njerëz? S'ka. Në Mekja s'ka njerëz. E Allahu i tha, dil thirrte, të ftoj. Unë e marrë me sipër mjav që u zanin të anatja atyne. Unë e marrë me sipër. Ajo është Zot, Ibrahimi ka shku, ka dek, por Allahu ka me gjallë, dhe ajo është i gjallë, dhe nuk vdes të bareke wa taala. E ajo ftes ka dëpërtu në mendjet e në zemrat e këtyre muslimanëve. Dhe gjithku në përbot, dhe i përgjigjen kësaj ftese, dhe thoi lebek, Allahume lebek, urdhëra Zoti jam, urdhëra Zoti jam. Të përgjigj në atyune me krejt që ka kërkon te dhe që në ka mundësi. Urdhëra Zoti jam. A ke lyp me arë këtë vend, Zoti jam, më ke thonë mu po. Unë kam pare, por ti ke thonë marë edhe me trup. Unë edhe me trupëve Zoti jam. Dhe i latë të tanat, për hatër tanë. Madje knaqem shumë që vinë atë vend. Pra haxhi është udhëtim shumë i veçantë. Dhe shumë mirë the i nderuar në fillim, janë njerëzit më të mirë. Kër imami kër foli, Allah shpërbleft, kryetari, janë njerëzit më të mirë që i ka përzgjedhur, e ka ftuar Allahu dhe këta i përgjigjen ftesës së Zotit. Ky haxh si shtyll ndërlidhet edhe me punën e grusë, se kemi një numër të motrave që shkojnë haxh. Është mirë çdo motër, po edhe çdo vëlla, çdo burrë gru. Kur shkon në haxh, s'ka çare pa shkuar në Safa dhe Merva. E qysh mbetë Safaja dhe Merva? A nuk ndërlidhet me Haxherën alayha salam?
A shëftë që ka boj madhe Zot, një pjesë shumë të rëndësishme të haxhit mund të lidh me një grua shumë të madhe. Për mi të rëgu e grave se kanë rëndësi dhe peshë shumë të madhe dhe mujnë me bë punë shumë të mëdha. Sepse të gjithë ne jena bejt nanave të grave, tana jena. Andaj me kontribu në edukimin e evladve dhe me kuptu se çdo nanë mund bën shumë, mund bën punë të mëdha. Pra udhtim shumë i veçantë, në një vend të veçantë. Krejt musliman të botës, ama krejt, të shkolluarët, pa shkolluarë, arabe, jo arabe, këtë botës. Andër e kanë pas, dhe kanë me pas, sot të dynjaja, me shku në qabe njëherë. Me shku në qabe njëherë. Dhe parën më të shtrejten, që kanë me më shumë të njerëz, kanë me rujt, e kanë rujt, edhe kanë me rujt edhe në të ardhmen, për që të udhtim. Për që të udhtim. Sepse kanë udhtim historik. Udhtim drejt kënaqësisë, razisë të madhe të Allah. Për ata haxhiu quhet musafir i Allahut. E kush e pret musafirin më mirë se sa Allahu? E kush e ndëron më mirë musafirin se sa Allahu? Tebareke ve Teala. Andaj haxhilerët e kanë për detyrë, deri tani e kanë kuptu pjesën e parë dhe kanë kursy parë dhe jenë lodhë, jenë mundu për marrë deri tek nisja. Shënimi i emrit, regjistrimi e pagesë e tjera. A më tash kur dojnë veç më nisë dhe pasi të nisen, do të me kalu një fazë tjetër. Më pregaditur psikikisht e shpirtërisht për këtë udhtim, për kënaqësi të mëdha që kemi përjetu, po edhe lodhjet ndoshta, sepse pjesë e udhtimit, pjesë e çdo udhtimit është edhe lodhja. Vendet e shejta të cilat kemi pa, e kemi i shkel, e kemi adhuru, kemi rënë sejdën to. La ilahe illallah. Pejgamberi Allahut, sallallahu alaihi wasallam, e bëri haxhin. Ai Zoti lindi atë. Por ka derët e Zotit, pjesë e historisë, e ka derët e Zotit, e dubu u largu. Ama shpirti me të të, zemra e me të të. Zemra e me të. Dhe i bekuar të regoj për shejtrinë asaj qabe, e ati vendi. Dhe kur e bëri haxhin në fund, tha ju njerëz, mërën e prej me e haxhin, pra veshgomni e përcilnëm një detaje. Sepse kjo është pjesë e dini që ka me metë për muslimën deri në kiamet. Tani ti kur çka ish atje, shkon në një vend ku aty kanë shkel me kam të tyne krejt pejgamber të Allahut. La ilahe illallah, prej Ademit alayhi salam. Sa herë ka zbrit me leku Gjibril në atë vend, sa me laqet e në zbritën në atë vend, sa duaja është bërë në atë vend, sa gjënahi falet në atë vend, sa milione haxhi gjatë historisë kanë shkuar me kallablak gjënahi, se na qështu? Ama janë këthyje që që kanë lindë nanat e veta pas një gjëna. O, muslimon. Andaj faza dytë është robi, këtë rast haxhiu, me momentin që nise për në tanë, mëse mërë me këta këto. Mëse mërë me këta këto. Këta leja Zotit. Leja Allahot. Thëjo Zotit jam. Unë po vetë të ti, e këta po të la ty. Zotë jam këta ty po të la. Unë jam musafiri ju ti.
të më këthirë për të përgjigjem, këta për t'i la. Dhe këtu ndërpreje, tashmë Zot jam më fokusohna, më afru sa më afër teje. Andaj me ibadet, me njetë mirë, po para se me u përshëndet për më nisë, nuk na ka hije pashat madhin Allah. Që dikush pej neve të përcjell dikan haxhi, apo të shkej haxhi e mos flas me vëlla, me motra, me dikan, o musliman, mos e nis për hax. Nëse nuk flet me vëlla, me motra, me kojshia, mos e nis për hax. Se gjasat janë shumë të mëdha që mos me dhon provimin që shdohet atje. E të shpreson më ngritë të Zoti shumë. O musliman, ulemat kanë thonë, 3 lloj njerëzish, ulemat e selefëve, 3 lloj njerëzish. Ai cili mas Ramazanit, nëse vdes mas Ramazanit, nëse vdes mas të kthehet pe lufte, dhe nëse vdes mas të kthehet pe haxhit, shkojnë e marrin drejën e shahidit. Sepse ka bëj ibadet të madh. Dhe kanë thonë, nëse mundesh haxhiu kur të vjen, me shku me ka për qafe dhe me puth në balë. E me thonë lutë për mu, sepse hala se ke zhyt duart në gjenahet e dynjas. Atë shumë haxhit ngritën e spastrohen të i madhe i Allah, që dërejët me sënuti, nërë që nëse të nëzanë vdekja, me tarë vdekja e mirë, sepse një kalablak, a më kalablak shumë i madhë, në ka pampor, i theshëm të nërë pampor, tren që më një banë, gjënahet tona, me bë me hip, me qitna për vagona. Me që ato gjënahet i e shku atje. Por i e këthyje i let, pa gjënahet. Ku ka dhërat më të madhe? A më për me arrit që të dohet me spasru nefsin, shpirtin. Nëse ki njerëzve ju ke hynë hak, lypja u halalin, këtheja u haku njerëzve, se Zotës unë jam shef. Dhe nuk mjaftan vetë me thonë në Zotë falëm, e robi, Zotë nuk ta falë hakin të am ty. Se është haki jam, pëse më hinë në hak, pëse ka bëva, lëp halal, njerëzien ana, lëp halal, s'pastro zemrën. Repërtrije njetin, njetin o Zot, na mundësa që ta kem për hatër tëndë, këtë ullëtim. E çdo vend që shofëm atje, e çdo detyrë që e kryjnë atje, o Zot mësën t'ja dhojnë hakun, e pranën a ja Rabbel Alemin. Sa shumë kanë folë ulemat për punën e haxhit, udhëtimin e haxhit. Kër e sheh qabën sefte, momentin që e sheh qabën sefte, kanë thonë ulemat prej kohrave, vendeve, ku doja nuk thejet mëra për pranohet, kër e sheh qabën sefte. La ilahe illallah, shpinë në Zotit. Lëtë Allah. Din islama kjo muslim. Edhe Zemzem, ato i të bekum që ka beku i madhe Zot. E atë Arafate, atë Mine, Muzdelife, vende që Zot i ka zgjedhur. Të bareke vë ta'ala. Krejt këtu, edhe tani shtohet e në Medine, Zotë ndëroft, hafuzin që në freskema të ilahi, tanë me shku taj Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallem në atë Medine, e me kënaq shpirtin në gjami tina, afertina, me kënaq shpirtin, e me kujtu atë burë të madhë amelet e tina, amelet e tina, qa ka hije ka i për neve? Thire njëherë një grua në radian televizion më rëndësi, o duke në zasë është e vjetër. Për përmene sepse e publikisht kësë, pa të kur gjatë të të më sheft. Tha o hoqë, e kam lezu në libër tanë për pejgamberën. A jam në zdikim ja tha librit, rruga ndërquar.
Tha, po, shumë kishjekaj për neve. Edhe ja nisi me kajt, pasha Zotit, thashte pas ka marrë vesh librin ma mirë se one që kom shkru. Me 2 fjale e përshkërojti. Ti e pas ke ndije librin ma mirë se sa autori që ka shkru. Shumë tha pas ka hjek dhe nisi me kajt. Për neve musliman. Bereqeti fjales tina, që ku kam rrisat këto. Dhe dini Allahut, që Zoti ja besej këti burri, Allah ja besej e për zgjodhi, dhe bërë misionar të parë, e pastaj shokët e ti dhe të tjerë gjenerat pas gjenerate dhe herisat, e rujtën dinin. Nuk arriti as partia komuniste, as e dreqit, as e të birit, as me shujt këtë din. Sa më pëlqyjnë fjallët e hoxhës që tha, kur s'kem pas haxhi ma shumë. Përmi 70. Me nëherë mu më këthyje legjika jam memoria, 130 haxhi një kom përjetu në 88-ën. Në Medin, talebe, me mjek e me hoxhallar o dhe hese që kanë qene me kakre. Ndërsa sad, mi dhe dhanë mundësia baki veç për havet se bohë 130. Kja nuk të reganë se dini jo në është hak dhe sad dhe që luftoj njerëzit dhe sad për luftojnë, veç jo sikur sistemi komunist për metoda tjera, prap se prap dini Zotit për hecë. Se din hak është i Zotit. Ky din e ka Zotin. Që ka thonë Abdul Muttalibi, prapë këthejmë të qabja, o kanë shku në një faroshtëri, i mërzu qabën, pe Jemeni të nësen, pejgamberi qatë vetë ka lindur, kështu shkur në për histori, dhe i thanë aty në të Mekës, kërë plaki ty në Abdul Muttalibi, gjyshi pejgamberit, thanë, po vjen një ushtëri e madhe, s'ke pa kur, s'ke më dëgju ka që madhe kur, me elefanta, me ka me deve, me për toke, dalim të qysh, s'kemi një kur, që ka me ba, jenë nisë me në rëzu qabën. Tha, jaj. Kja qabë ka në zëtë. A i vetë nuk ishte musliman. Për ashe bindja, se qabja ka Zotin. O mënu me negociu me ata, nuk arriti më marrëvesh. O këthyje, edhe e tha burra kap një gradë dhe në për kodra. Mësile një thmine granimin poshtë, dhe në për kodra jo. Me elefanta në kodra së në hipë, bile të mbrojnë a vetën. E shpisë Zotit qabës, tha këta kje ka Zotin e vetë. Ka me mbrojtaj. E mbrojti Allahu? E mbrojti. Dhe për këte zbriti surën, Elem të rekej fe fehala rabbuke bi ashabil fil. A nuk e shete se qka i bur një Zoti, aty asaj ushtëris telefondit e bëri cap. I madhe Zot. Edhe dinin Allahu e ka ruajtur, e runë dhe ka me ruajt. E tani neve në testanena, pravënë neve, që këna marë godzim me mënu qëto shalla, qëto gjybe, e nuk e dim Allah ha dënë men për neve në dënë hajrin, e me në që unë gjenet, apo thjesht është një sprovë, e nuk e dim që abë Zoti me neve, por është e manet shumë i malë, nuk ka e manet më të malë, dhe ke din është e manet, o musliman, ke din është e manet. Andaj, pa dashën me zatër më shumë, se thashër biseda për haqë, është aqe ndjeshme, aqe dhimshme, aqe ambet njëjtën kohë, sa që robi knaqet e folë dhe harran edhe kohën, por koha ju është e shtrajt dhe keni të gjithë edhe angazhimet i tjera. Për fund mundoheni në maksimum edhe një këshill që të angazhoheni pra me ibadet me ndërlidh me atë që thash më herët ju haxhi, mos e merrni me këta këto, por merrni me gjenahet e juve. E për këta këto mjafton më lutju për ta. E për vendin tonë, e për popullin tonë, po edhe për muslimanët në përgjithësi. Mundoheni me fitu fitore të madhe.
sepse s'ka fitore më të madhe se sa që shtash më herët, robi mu kthye i pastër për gjunaheve, që shë ka lindana vetë, u lë haqjul me brur, lejse lehu gjezaun, illa lë gjenne. Haqji me brur kabul, e ka nish problem, gjeneti edhe kaqë. Allahu aletsoft udhtimin këtyne haqjive, ja Rabbel Alemin. Allahu aletsoft me shkue shëndash e mirë, udhtim të lehtë, e me krye detyrat obligimet, mënyrën më të lehtë më të mirë, ja Rabbel Alemin, e u apranoft haqjin të gjithë këtyre dhe këtë haqjive tonë dhe të tjerët të cilet shkojnë këtë vetë, e sigurisht që ne a kemi lakmi, a kemi zili, që shkojnë, po është mirë, mja pas njerit lakmi për së miri, mja pas lakmi për së miri është mirë, ndaj se kena gjona që i lakmojnë aktyne që përshkojnë. Elhamdulillah që Allah ka mundësu, e lusim Allahun që dhe të tjerëve, Allahu të amën se viteve të tjera, ja Rabbel Alemin, të cilë të kanë qenë më heret. Allahu na bashkoftë në hajrë, në dynjatë në ahiret, në erujt mira që na i ka dhonë, e na i shtoftë, sepse shumë të mira na ka dhonë Allahu. Shumë të mira na ka dhonë Allahu, ndërto edhe mundësia me shku në haqë, ma dje që pe Prishtinë, në kam, me në avtek në kam, shkojnë në Prishtina. Me në avtek shkojnë në kam në Prishtinë. Me shku pe Prishtinës në të venet shajta, marë në Prishtinë është një meti madhë i Zotit, shumë një meti madhë i Allahut, e milan shëndash, e në sigurt, e mësë më tutë që ti gjuna e kje që runa zë pe insanit, pe armiku, pe dëshmanit, se pe ka derëve të Zotit, nuk muna me mbrojt rëbë të tonë, pe ka derëve mbroni madhi Allah Azza wa Jall, andaj atina e lojnë e manet, këta që e lojnë a këto, e në nisëm për të Zotit jonë të bareke vë të ala, në të rështë ata që kanë me shku, Allah ju ruajt e ju ndëroft, ja Rabbel Alemin, e gjithë në gjenet ju qoft, ja Rabbi, Allahumma amin, falemderit shumë Zotë shpërblet, falemderit kretar, falemderit kremam, Allah i ndëroft, banë halal për kohën, Zotë shpërblet, selam aleikum. Hoxhë nderuar, në emër të Bashkisë Islame Rahovec, në emrin e haxhilerëve, në emrin e xhamatit, falenderoj për kohën që ki nda që na ke ndiruar me këtë pjesëmarrje. Allahu të ruajt, të dhash shëndet, e të shtoft ymrin e sa ma shumë dhe sa ma gjatë me qenë mesin ton dhe me përfitu për dijes tonë. Zotit rujt. Tani edhe njerë po këthejemi të Hafez Dauti, edhe pak do të në freska, inshallah, me disa ilahi. Allah nderoft. Zotit lutju dhe beso rrugës ti mos ju largo, përveç ti tjetër nuk ka, la ilahe illa Allah, përveç ti tjetër nuk ka. Të gjithë së bashku, la ilahe illa Allah. Zoti dashur ty të madhrojmë, me namaz të adhurojmë, ti e një tjetër nuk ka, la ilahe illa Allah, ti e një tjetër nuk ka, la ilahe illa Allah. Zoti botën ka kriju, pejgamber na ka dërgu, pa besim shpëtim nuk ka, la ilahe illa Allah, pa besim shpëtim nuk ka, la ilahe illa Allah. Nëse vëllati shpëtim do,
iman, dash gjennetin për me pa. La ilaha illallah, dash gjennetin për me pa. La ilaha illallah. Jam mërzitur du me dal, me shkum Qabes kemi mal, në zikër daima me kon. La ilaha illallah, në zikër daima me kon. La ilaha illallah. Hem Allahun kush e don, dhe Allahu at e don, me melek në gjennet e qon. La ilaha illallah, me melek në gjennet e qon. La ilaha illallah. Jemi ardhur në këtë dynja për me ditë se ka Allah, ati me ju luturna. La ilaha illallah, ati me ju luturna. La ilaha illallah. Që janë këta haqiler me qanta në krah, syti kanë me lot tujqa, me lot mali e me lot gëzimi, për vend të shenjt po nis udhëtimi. Me i përcjell gjithë pas skandal, po i thojnë haqive udha e mbar, të lutem vlla, mos me më harru, bën dua haxhi edhe për mu. Oj Medine, mal të madh në zemër më mbine. A kam ymër o Allah, edhe unë Qaben me pa. Si në bot tjetër unë rash, Qaben s'pari kur e pash. S'ju besova syve t'mi, e shikoj e s'muj me ungi. Nga i gjithë bota besimtar, të gjithë të veshur në të bardh, knojnë telbijen me niza, ushton vendi, lebejk Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Oj Medine, mal të madh në zemër më mbine. A kam ymër o Allah, edhe unë Qaben me pa. Ti moj ditë zgjat edhe pak, të bëjmë lutje në Arafat. O Allah, ne jemi të ngrat, mos na kthe Zot duar that. Kur erdh qasti me unda, s'mujti zemra ball me ba, pikoj loti nuj zemzemi, parasysh po mrin haremi. Oj Medine, mal të madh në zemër më mbine. A kam ymër o Allah, edhe njëherë Qaben me pa.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allah ju nderoft, Allah ju shpërbleft. Tani veç jemi në fund të programit dhe para se me fillu lutjen duan për agjeler, do të na këndoj hafozi edhe një pjesë nga Kurani dhe pastaj do të na udhëheq në dua udhëheci i haxhive, udhëheci i parë Abdul Wahid Efendi Sylka, i cili është njëri për udhëhecëve, po ashtu edhe udhëheci i dytë është Besim Efendi Rama. Pra ky grup i haxhive, për 70 haxhive që i kemi, 2 prej tyre janë udhëhec të grupit dhe sa për informat, sa për kuriozitet, shumica e haxhive janë motra tona, gra, pra kësaj rale me shumicë, pra po na mujnë gratë dhe kjo është për çdo lavdat. Njëjtën kohë motra nderuame, ju falenderoj për qetësi që keni majtë, për që keni kontribuar që ky program të zhvillohet në formën më të mirë të mundshme. Dhe pas të duas do të lexohet emri i gjithë haxhive, ku do ta lexoj sekretari Lulzim Efendi Kastrati, edhe pastaj do t'i përshëndetim haxhit me radhë. Dhash Zoti që të kemi ymër dhe mundësi që çdo herë nga ky vend të përcjellim haxhi. Zoti ju nderoj gjithëve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله
من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi I takon Allahut, Zotit të botëve, I cili robërve të vetë të devotshëm ua ka lehtësuar rrugën deri tek kënaqësia e tij, ua ka treguar rrugën e drejtë, udhërfyes në të ka caktuar pejgamberin, paqja dhe bekimi I Zotit qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, Ti je Zoti ynë, vetëm Ty të takon falënderimi, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti na ke krijuar dhe ne jemi robër të Tu. Do të qëndrojmë besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit tënd sa të kemi mundësi. Kërkojmë mbrojtjen tënde nga e keqja që kemi vepruar. Ne jemi minjohës ndaj dhuntive Tua, I pranojmë mëkatet tona, andaj na fal neve, nga se mëkatet nuk I fal askush tjetër përveç Teje. O Zoti ynë, ne po I bëjmë zullum vetvetes duke bërë mëkate ditë e natë, dhe nuk ka kush me I fal mëkatet tona përveç Teje. Andaj falna mëkatet tona dhe udhëzona në rrugë të drejtë. O Allah I gjithfuqishëm dhe I pashoq, ne nuk kemi tjetër mbrojtës dhe përkrahës, andaj nëse nuk na mbrosh dhe përkrahësh, dështimi ynë është para syve tona dhe ne do të jemi të humbur, andaj zbrite mëshirën tënde mbi ne. O krijuesi ynë, posaçërisht të lutemi që të na ndihmosh Ti gjejmë të zhdukurit tanë, Ti marrësh në mbikëqyre jetimet dhe të vejat tona, Ti pasurosh të varfërit, Ti mjaftosh të pasurisht, Ti aftësosh dietarët, Ti mbrosh luftëtarët dhe Ti shpëtosh besimtarët. O Zot, mos e lejo sundimin e atij që nuk të friksohet Ty dhe nuk ka mëshirë mbi ne. O Zot, bëre për ne një udhëheqës të mirë dhe të drejtë dhe na mundëso që të pasojmë rrugën e të parëve tanë të udhëzuar. O pranues I lutjeve, o kujdestar I të dobëtëve, ne jemi robër të Tu dhe e shprehim dobësinë dhe varfërinë tonë. I kemi ngrehur duart lartë dhe po të lutemi duke qenë të bindur dhe duke dëshmuar se Ty të takon falënderimi. Nuk ka të adhuruar përveç Teje që je një I vetëm dhe I pashoq, Ti je bamirës më I mirë. O krijues I qiejve dhe I tokës, Ti që je I madhrishëm dhe I ndershëm, të lutemi të na dhurosh xhenetin Firdaus dhe kërkojmë mbrojtjen Tënde nga zjarri I xhehenemit. O Allah, të lutemi në veçanti për haxhit tanë që si vjet kanë vendosur me e krye haxhidhëkun. Pranoj ata si mysafir të Tu dhe mbrojnë nga çdo vështirësi e sprov. Pranoj të gjitha lutjet dhe adhurimet e tyre. Pastrojnë nga mëkatet ashtu siç kanë dalur nga barku I nënave të tyre. Mundësoja atyre që ky haxh të jetë shkak për sigurimin e xhenetit, fshirjen e gjunaheve dhe fitimin e mëshirës sate. O Zoti I madh, je po atyre shëndet, forcë dhe durim gjatë kryerjes së haxhit dhe kthej shëndosh e mirë në familjet e tyre. O Allah, na mundëso të gjithë neve që ta kryejmë shtyllën e 5 të Islamit, haxhin. O Zoti ynë, hape për lutjet tona derën e pranimit dhe përgjigjes dhe falë neve, prindrit tanë si dhe të gjithë muslimanët me mëshirën Tënde, o më I mëshirshëm I mëshirues.
O Zoti ynë, mëshiroje dhe bekoje Muhammedin dhe familjen e tij, siç e mëshirove dhe e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet ti je i lavdruar dhe i madhrishëm. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Të ndëruar haxhilar, darto të fillojmë të thrasim emët dhe pastaj do të vini të renditni që kemi zakon si çdo vit tjetër. Po ashtu do kërkoj prej motrave nalt që u krijoni hapësirë haxhilerkëve që të renditen edhe ato. Shani Efendi Sylka bedel për Ali Ramën. Vahid Efendi Sylka bedel për Ferdeze Dërgutin, njëherët edhe udhëheci haxhive. Besim Efendi Rama, po ashtu udhëheci haxhive. Adnan Efendi Pallça, bedel për Besim Hamza. Berat Efendi Dërguti. Isen Dërguti bedel për vllaun Jusuf Dërguti. Idris Shehu. Bilal Dërguti, Haxhi Dërguti, Ilvi Dërguti, Bedri Dërguti, Luan Voçiterna, Vesel Meta, Bashkim Meta, Usein Meta. Jo që jeni të rënditën në fund, lëshën jo vendin, pak hajde ma kënej. Qemal Thaçi, Naser Morina, Isuf Betyqi, Elind Krasniqi, Qani Çmega, Adis Sharku bedel për babën Sulejman Sharku, Nehat Liman Mera, Adem Dërguti, Samir Dërguti, Maliq Dermala, Muhammed Dërguti, Destan Kerçagu, bedel për gjyshen Farije Kerçagu, Demosh Uka, Abdurrahman Çmega, Nusret Kadiri, Ram Sinani, Haxhi Rama, ma ndedi ku hajtë. Shaqir Gashi, Haxhi Morina dhe Mustaf Hondozi. Kalojmë të haxhikat nalt. Le të renditen haxhilerkat që pastaj duke dalë jashtë i përshëndesin dhe urojnë motra tjera. Melihat Sylka, Samire Dërguti, Gjemile Dërguti, Albana Voçiterna, Ismetka Meta, Azra Meta, Adio Meta, Bahrije Korenica Kelmendi, Ymrete Morina, Zahrije Krasniqi, Isrete Dërguti, Sahare Shehu, bedel për motrën Medihaje Sharku, Havusha Shehu, Elizabeta Hamza, Ajnisha Shtavica,
Albina Qmega, Sheribona Kërçagu, Zulejha Sharku, Sahare Limanmera, Suzana Durguti, Naibe Rama, Shpresa Durguti, Nejmije Ukshini, Hyresha Duraku, Jasmine Durguti, Florije Kadiri, bedel për bashkëshortin Ibrahim Kadiri, Bahrije Dermala, Hafifa Durguti, bedel për nanën Gjulefere Sylka, Mirsade Durguti, Hisnije Durguti, Nejmije Kadiri, Tesmije Rama, Hanumshah Durguti, Hanife Regja, Violeta Hondozi dhe Dashurie Rama. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Lebbejk Allah. Vera Durguti prej Rovec, po inshallah. Shkoni për vete apo për dikan? Për vetë, Është raport? është hera parë. Kjo është plotësimi i një shtylla prej shtyllave të Islamit, që është kryerja e haxhit, e cila është një sakrificë e madhe dhe një obligim shumë i madh për anës Allahut Azza wa Jalla, ashtu siç e cekën edhe xhallarët më herët, që nuk ka dyshim se është sakrificë shumë e madhe ku njeriu domethënë i lë familjen e vet, pasurinë e tij, çdo sen vetëm e vetëm që ti përgjigjet thirrjes së Allahut Azza wa Jalla, që është lebejk Allahumma lebejk. Pra ti përgjigjet thirrjes Ibrahimit alayhis salam, i cili ka thirrë njerëzit që me vizitu atë vend shajt, atë shtëpi shajt, me vetëm qëllim që me përfitu për kësaj së Allahut. Moti, mirë po ka dashur Allahu që kësaj herë na e mundson. Dhe falenderojmë Allahun Azza wa Jalla pa kufi për këtë mirë që na ka mundsuar. Quhem Haxhi Isen Durguti nga Rovec. Bedel për Allahun. Bedel për Allahun. Po Yusuf Durguti. Vjet ka dek, ka pas një jetë për më shku haxh, po Allah e ka marrë dhe nuk e ka mundsuar për më shku haxh. Allah e si me ambicione të shumë të fortë, edhe kush muhet me përjetu to, me shku në haxh, të shtëpia e Zotit, edhe mu taku me Allahin xhaleshan. Veç Allahun e ka mësuar neve që të kushtohet me mësim. Edhe misionet e shumë të forta, edhe lusë Allahin xhaleshan se cili që ka pak mundësi për më shku në haxh, i kisha lutur për më shku. Asalamu alaikum. Aleikum selam. Jam Malik Dermala nga Rahoveci. Për të parë për shkoj në haxh, kam shumë emocione, të papërshkrueshme, pas po shkoj për herë të parë. Çfarë moshe jeni? Jam 68 vjeçar. Që të udhëzim kemi prit që 20 vjet ndoshta, kam mendu për me shku në haxh. I ka koha se vjet inshallah, kismet prej Zotit, kjo mesa që ka vajzës. Pra janë bashku gjithë me u përcjell. Po, normalisht. Vjenja me emocione jam shumë të mëdha. Pas po shkoj për herë të parë, shumë emocione janë. Faleminderit. Po është e vërtet që atmosfera në Rahavec është pak më e veçantë, ka disi
organizimit i kanë nivelit pak më të lartë, pak më të veçanta. Këta din me prit mësafirt edhe me përcjell mësafirt, veçanti mësafirt të Allahut, e që janë haxhit. Kësile manifestimi e kësile organizimi nuk e besej që bëhet diko në Kosovë, andaj edhe onë me knacive për me marrë pjesë mja këtë madhështi. Këta dhe këta me ndërojnë sigurisht mua, po edhe onë ndërojnë a shumë që vetë këta, dhe bashkarisht me shiju një pjesë të aromës së haxhit, ende para se me shku në haxh, që jena në muajt e haxhit, në kohën e haxhit, jenë ditë më dha, kohë madhe, kohë shajt, kohë shtrejt. Tashmë në 4 anë të botës musliman të flasin për 2 gjëra kryesore, që është e dinit për flasë. Për haxh, ata që kanë me shku në haxh apo kanë me përcjell, e që janë të këtë botës, edhe pjesa tjetër që rrinë nuk shkojnë për kurbana. Po edhe ajo është pra pjesë e kohës e haxhit, për atë njëjtin kohë, kështu që në këtë kohë musliman të merren me ibadete me adhurime, dhe ne erdhëm këtu me përcjell të haxhimi, ja urua haxhillako, me uru rrugë të mbarë, me shku mirë, më kthy mirë. Është kënaqësi e Zotit që gjithë kë njeri ka ardhur këtu me përcjell me është diçka madhështi. Është shumë e rëndësishme kjo punë ku veç Rahves tash ka 70 dhe ndëgjova që janë duke pritur ndoshta 120-30 në listë për vitin tjetër, me që tregon për një vit të ndjesim të mirë të kësaj pjese të shoqërisë, se ke një pjesë e vogël të shoqërisë tonë kosovare, të këtij qyteti dhe me rrethin, andaj kjo është edhe një shaj tjetër, një shaj dhe një dëshmi se feja e Zotit po ecë. Dhe feja e Zotit nuk më e nalin as darwinistat, as leninistat, as në thojësat deçanistat. Nuk nalet feja e Zotit. Njerëzit kanë me punu kundër dinit, kanë punu kundër dinit, do të vazhdojnë të punojnë kundër dinit. Por edhe ata që mrena në din, kanë punu për din. Dhe Allahu ka me rujt këtë din, dhe është duke rujt dhe do të arruan në të ardhmen. Dhe ja dëshmija, alhamdulillah, gjithë kë njeri i cili po shkon në haxh edhe krejta që kanë ardhur për cilë, këta me lët, dhe me kënaqësi që edhe ditë edhe këta me qenë pjesë e këtij karavanit haxhive, elhamdulillah që Allahu na ka sjell fillimisht këtë fe të trojet tona, e pastaj na ka mundësu me rujt këtë fe deri në ditën e sodit dhe po na mundson me vetë ndjesu shoqërinë tonë, me ringjall dinin tonë sipas Kuranit dhe Sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Falënderimi ta kanë Allahut fillimisht, në fillim dhe në fund. Alhamdulillah. Vallai, me thonë të drejtën këtë traditë kemi gjetur. Do të si o gjallar që jemi kthye, zhver moj mend, do të haxhit zhver kur ka pas Raveci, ka pas organizime. Megjithatë, tash pak është bë pak më e avancuar për faktin se numri i haxhive çdo vit po shtohet, edhe pjesëmarrja është shumë më e madhe. Prandaj edhe bëhet një lloj ceremonie e veçantë ku shprehen edhe emocionet, pastaj shfaqen porositë. Pra, është një ndjenjë për cilën ne si qytet po krenohemi që çdo vit kemi, falë Zotit haxhit, edhe ky numër është rritje sipër. Këtë vit jemi rekord. Asnjëherë s'kemi pasur sikurse këtë vit 70 haxhi. Po, është me të vërtetë është për të gëzuar dhe jemi krenar dhe çdo herë një var parametri i matjes së vetdijes fetare në rajonin tonë kemi edhe haxhin. Edhe është bile koxha parametër, koxha i sakt për gjendje në teren. Vetë fakti që çdo vit shtohet edhe përbërja e haxhive, që është shumë e rëndësishme, që shumica janë të rinj, për shembull më i vjetri ishte 73 vjet, ashtu diçka, do thotë që të kaluam ndoshta më i riu ka qenë në atë moshë. Edhe numri tash për shembull në vitin 2027 veç është pritje mbi 130 nga tash janë në pritje. Që do me thonë, tani të tjemë haxhi do tjetë një sfid, jo çdo kush që ka dëshirë dhe ka mundësi materiale mundet me shku, por edhe nëse ka mundësi, nëse i vjen edhe rende. Prandaj bëjmë apel nëpërmjet televizionit juaj që të shfrytëzojnë mundësitë dhe mos të lënë për ma vonë, nga se me të vërtet haxhi çdo vit vetëm që vështirësohet mundësia për me shku, për shkak të interesimit madh dhe kufizimit të mundësive në pjesëmarrjen në haxhillak. Veçuria e Ravecit ka qenë edhe në kalume se haxhiler tanë në përgjithësi kur ka shku në haxh i kanë marrë edhe gratë me veti. Pra edhe kjo mendoj që është po ashtu një anë pozitive, nga se e kanë vlerësuar angazhimin e grave, nënave, edhe
kjo është një shenjë shumë e mirë. Prandaj kjo vetëm që po evoluohet e tani në këtë vit është për çudi, numri i grave, mos gabosh, është 36, një 2 është më tepër se sa i burrave. Prandaj është për çdo lavdate dhe për çdo mirësi.